إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun xhallal shanu falendrojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e devion, dhe atë që devion i madhi Allah nuk ka kush e udhëzon. Salavatat, selamet, përshëndetjet tona ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokët e tij fisnik dhe trima dhe mbi ata muslimanë të cilët e ndjekin dhe kanë me ndjek këtë Islam deri ditën e gjykimit. Xhamat e pranishëm, ne jemi në vazhdim të derseve, të mësimeve, të porosive, të ursive të hijretit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kemi shpjeguar disa mësime ku njeriu i merr nga hijreti i pejgamberit alayhi salatu wassalam, kurse sot do ta shpjegojmë një mësim apo do ta cekim një mësim të rëndësishëm nga hijreti i pejgamberit alayhi salatu wassalam, duke u bazuar në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është në rregull i çdo muslimon këtë botë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ku këtë hadith gjinet në librin e Ahmedit, ku thot Sheikh Albani se hadithi është sahih. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush le diçka për hir të Allahut, kush le diçka që Allahu xhalleshan është i kënaqur me atë lënien tënde që e kilon, Allahu xhalleshanu do t'a zavencon këtij njeriu me një punë më të mirë në dunjë dhe në ahiret. Nëse njeriu le diçka për Allah, që Allahu xhalleshanu të jetë razi me çat punë që e kilon, Allahu xhalleshanu ka me t'a zavencu ti me një punë ala më të mirë se sa që e kilon. E hijreti pejgamberit alayhi salatu wassalam e dëshmon këtë rregull, se kjo është rregull i Allahu xhalleshanu prej momentin që e ka kriju në këtë botë. Nëse ti e le diçka që Allahu xhalleshanu është i kënaqur, apo e le diçka që Allahu nuk është i kënaqur me çat punë, Allahu ka me ta zavencu me një punë alo më të mirë në dunjë dhe në ahiret. E kjo është rregull i çdo muslimanit. E këtë rregull e dëshmon më së miri të hijreti pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pse? Se pejgamberi alayhi salatu wassalam, njeriu e le vend lindjen pi qefit, nuk e le. E le familjen nga dëshira, nuk e le. E le pasunin, nuk e le. Pejgamberi alayhi salatu wasalam kretë këto i la në Mekë dhe shkojnë në Medinë. E la familjen, e la vend lindjen, e la Mekën, i la familjarët e vet, e la pasunin, edhe shkoj në Medinë. Jo që nga dëshira e tij, po ata u torturun, ata nuk mëshin Islamin ta praktikojnë ashtu si duhet. Për këtë shkak Allahu xhalleshani i urdhnoi ata të bëjnë hijret, që ta lojnë vendlindjen edhe të shkojnë në Medinë. Allahu xhalleshanu u kompenzoi atyre alo më mirë. E la Mekën, e gjeti Medinën. I la shokët, i gjeti ensart në Medinë. I la familjet, i la pasunin, edhe ensart e dajtën pasunin, gjysmën e pasunis vadan me kelive, gjysmën e lam për veti. Andaj, kjo hijreti pejgamberit alayhi salatu wassalam neve na shpjegon këtë hadith, këtë rregull shumë më mirë, për shkak se nëse njeriu e le diçka për Allah, Allahu xhalleshanu do t'i zavencon me diçka që është më e mira se atë që e kalon. Edhe pa dyshim se shpërblimi i atyre njerëzive do të jetë ahireti, ku thot Allahu subhanahu wa taala në surën Nahl, ajeti 41. Walladhina hajaru fillahi min ba'di ma dhulimu. Ata të cilët emigruan, ata të cilët bënën hijret pasi ata ishin të shtypur, ishin të maltretuar, u bënën padrejtësi, atëherë Allahu xhalleshanu thot lanubawwiyannahum fid dunya hasana.
e këtyre njerëzve të cilët banin hijret, Allahu xhalleshanu do t'i vendos në një vend më të mirë në këtë botë. Do t'i hapet dunjon. E kilon diçka për Allah, e kilon Mekën, e kilon familjet, e kilon pasunin, këtë Allahu xhalleshanu ka më ta zaventsu diçka që është alo më e mirë, në dunjon ka më ta dhënë një vend më të mirë. Por nuk mjafton me kaq. Pastaj vazhdon Allahu xhalleshanu duke na thonë: "Wal ajru al-akhira akbar law kanu ya'lamun." Kurse shpërblimi i ahiretit është më i madh sikurse ata ta dinin. Andaj Allahu xhalleshanu lene që dunjon ka me ta kthy me diçka që është më e mirë, po ka me shpërbly edhe në ahiret, e cila është alo më e mirë se dunjoja, ku thot Allahu xhalleshanu wal akhiratu khayrun min al-ula, ahireti është më e mirë se dunjoja. Ahireti është më e mirë se e para, se sa dunjoja. Çka ne mendojmë se të mirat e kësaj dunjoje s'kan fund, por kur t'i krahasojmë me të mirat e ahiretit, padyshim se nuk ja vlen njeriu të mundohet as shumë për këtë dunjë, po qëllimi i dunjos është që ti nëpërmes dunjos me fitu ahiretin e Allahu subhanahu wa taala. Andaj ata të cilët sakrifikun, ata të cilët e lanë Mekën, e lanë pasunin, i lanë familjarët e vet, nuk humbën në këtë dunjë. Po i cekit dy raste. Një rast është me Suraka ibn Malik. Suraka ibn Malik, ju e dini se e kemi tregu për hijretin e pejgamberit asem në fillim, se vendosën 100 deve ai cili e zë pejgamberin alayhis salam. Ai cili e zë pejgamberin ose e myti ka 100 deve është problem. Suraka ibn Malik, i cili në atë kohë nuk ka qenë musliman, po pastaj është bërë musliman. Edhe e takon pejgamberin alayhis salam, e takon Muhamedit alayhis salam, duke bërë hijret, duke u larguar nga Mekja. Edhe i thot, e mendon shpërblimin se 100 deve i ka. E pejgamberi alayhis salam i thot: "O Suraka, si do të jetë gjendja apo ndërgjegja jote atë ditë kur Allahu xhalleshanu ka me t'i dhënë byzylikat e Kisras, e perandorisë persiane, ku në kohën e Omerit Persia u shliru, u shbo, ato muslimanët e kanë marrë, edhe byzylikat e Kisras e asoj kohë kanë ardhur në Medinë, e thot pejgamberi alayhis salam: "A thu vallë, ti kimi marrë 100 devet, nëse mu më zë, apo Allahu xhalleshanu ka me ta zaventsu diçka që është më e mirë, e cila është byzylikat e Kisras që Allahu ka me t'i dhënë ty, edhe ti kimi marrë në kokën tonë të kështu me radhë." Edhe ky duke mendu këtë, e lenat edhe janë nisë mi kallzu pejgamberit alayhis salam, ka duhet të ikë prej Mekës. E Allahu xhalleshanu këtina Suraka ibn Malik, në kohën e Omerit ku çlirohet Persia, atëherë vjen ato të mirat që ka pas ai perandoria, byzylikat, kuronat, edhe Omer radiallahu anhu i thot Suraka ibn Malik: "Ku është Suraka, se pejgamberi alayhis salam ka thonë që byzylikat me i pas ti në kokën tënde, apo në trupin tënd." Edhe kështu Allahu xhalleshanu ja ka zaventsu që është më e mira sa ato 100 deve, me diçka që është ari shumë i shtrenjtë që ka pas perandoria persiane. Rasti i dytë është me Suhejb ibn Rumi, një sahabi ku në atë kohë Allahu xhalleshanu i ka dhënë pasuri. Pasi e pranon Islamin, Allahu xhalleshanu i jep pasuri. E momentin që ban ki hijret në Medinë, i vin Kurejshit për me zon, edhe i thonë: "Nuk shlojnë aty, nuk ka mundësi ti me shku në Medinë derisa pasunin tënde që e ki fitu në Mekë me na lon neve." Edhe ky Suhejb ibn Rumi thot: "Nëse ju e bani marrëveshje, nëse ju më lishojni për me shku në Medinë, unë kam ju tregu ku e kam pasunin në Mekë." Edhe ju atë tregon pasunin që e ka pas në Mekë, edhe pastaj ata e lishun. Kur vjen te pejgamberi alayhis salam, i kallzon pejgamberit alayhis salam se çka ka bën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Fitove në këtë tregti o Ebu Yahya, fitove në këtë tregti o Ebu Yahya." E atëherë Allahu xhalleshanu e zbret ajetin ku thot: "Wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigha'a mardatillah." Ka prej burrave, prej njerëzve të cilët e shesin vetin, e kanë shit pasunin vetëm për Allahun xhalleshanu, për me shkue me bo Allahun ibadet në Medinë. Këtë pasunin e kanë dhënë për me shku me bo Allahun xhalleshanu
ashtu adhurim, ashtu sikur se na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu edhe kemi shembull të pejgamberëve ku të cilët Allahu xhalleshanu e kanë lënë diçka për Allah, Allahu ka zaventsuar me diçka që është më mirë. O shembulli i Sulejmanit alayhis salam, i cili i ka dash kuajt. Edhe kur ka dash me shku me një qytet, ai ka marrë kuajt edhe ka shkue në qytetin, në këtë qytet, por ka ardhur një moment kur vjen koha e kindis e Sulejmani alayhis salam duke u marrë me kuajt, i hik kindia, i hik namazi, atëherë çka bën? I urdhnon ushtrinë e vet me i therr ato kuajt për shkak se ato kanë qenë shkak mu largu nga namazi. E atëherë Allahu xhalleshanu si shpërblimi i kësaj vepre, Allahu xhalleshanu ja ban që erat e dunjos mi u nënshtru Sulejmanit alayhis salam, ku ka dash Sulejmani nëpërmes erës ka dash me shkue te filan vendi, ku në atë kohë çaj u them që ka mujta e me shku dhe me ardhu ka dash një muj dit me shku me kuaj, Allahu ja ka nënshtru erën Sulejmanit alayhis salam si shpërblim i asaj që i ka lënë kuajt, edhe i ka thonë erën e ki disponim, që ku do me shkue, i erdhnon erën edhe të qonë edhe të bje në thonë vendin tanë. Ka shumë historin nga pejgamberët e Allahut, ku ata të cilët e kanë lënë diçka për Allah, Allahu ka zaventsuar diçka që është më e mirë për këtë. E tash, pyetja është se si zbatohet kjo në jetën tonë. A thu vallë ne duhet me lënë shtëpit dhe pasunit me shkue apo jo? Çka është hijreti për ne? Pyetja është çka është hijreti për ne në kohën sodit. Në kohën e sodit kanë thonë në lemat, hijreti i jot me pejgamberin alayhis salam është që ti me lënë zilin, me lënë zullumin, me lënë mëkatet, me lënë zinan, me lënë alkoholin, me lënë drogën, me lënë vjedhjen, me lënë këtë punë të këqija e ti më u përmisu njëtën tonë. Kjo është hijret. Hijret nuk është tash ne me i lënë shtëpit e tona, me i lënë pasunit e tona edhe me shkuet dikuni tjetër. Sepse toka Allahu xhalleshanu ku shkosh ti mundesh me adhuru Allahun. Hijret tash është ti me i lënë sendet gjërat që nuk i donë Allahu xhalleshanu. E pa dyshim se Allahu xhalleshanu ka me ti kompenzu atë çka është alo më mirë për ty. Andaj provojeni njëtën tënde. Shembull, nëse ti ke pi alkool, për marr shembull, ose ke pi drogë, ose ke vjedh, ose ke bë punë të këqija, leni për Allah. Ki me pas që Allahu xhalleshanu ka më ta zaventsu diçka që është alo më mirë se ajo. Nëse njeriu e lën zinon, nëse njeriu e lën vjedhjen, Allahu ka më aqu rrezikun, ka më aqu familjen. Nëse ti e lë zullumin, Allahu ka më aqu, do të thonë drejtësinë, ka më aqu bereqetin. Andaj kjo është hijret. Hijret është që ti më lën diçka për Allah, që është punë e keqe, që Allahu nuk e don, Allahu ka me ta zaventsu diçka që është më mirë. Edhe kjo është kuptimi i hijretit i pejgamberit alayhis salatu selam, sa i cili njeri i lë disa gjana për Allah në dunjë, e lë postën, e lë pozitën, e lë pasunin, i lë punë të këqija, i lë vese të këqija, pa dyshim se Allahu xhalleshanu do t'ia zaventson në dunjë dhe do ta shpërblen ditën e Kiametit. Andaj ne lutim Allahun xhalleshanu që Allah na bën për atyre të cilët i lajnë punë të këqija në dunjë dhe e përmisojnë veten. Edhe e lusim Allahun xhalleshanu që zemrat e tona ti pastrojmë nga gjunat. E lusim Allahun xhalleshanu që zemrat e tona ti pastrojmë nga veset e këqija. Lusim Allahun xhalleshanu që Allahu na japë ditën e Kiametit Jannatul Firdaus. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.